Mirë se vini në podcastin Nga Zero. Këtu nuk flasim për suksesin që shihet, po për sfidat, vështërsitë dhe jo vetëm. Sot kam kënaqësinë që në këtë rrugtim ta ftoj një njeri i cili nuk ka ardhur nga privilegje, por nga puna, disiplina dhe shumë përballje me veten. Mirë se vjen Artan në podcastin Nga Zero. Mirë se u gjeta, Meriton. Spari faleminderit për ftesën dhe ndihem i nderuar që jam musafiri i parë në emisionin tënd dhe të uroj sukses në vazhdim. Faleminderit shumë. Përpos titujve, kush është Artan Lumi? Një pyetje e mirë. Artani është një djalë i Suarekës, babi 2 fëmijëve, i përkushtuar në profesionin e vet, po në zemër jam një farë sportisti. Edhe kisha me thonë që jam i hapur edhe bashkëpunues me njerëz. Çdo ide që më ofrohet me gjithë qef e diskutoj. Që kjo është diçka që më karakterizon. Mirë shumë. Mirë Artan, me ndërlidh pak edhe emrin e podcastit Nga Zero, cila mendon që ka qenë nga zero e jotja nga ku ke filluar aspektin profesional të cilin jetu ke ndjekur edhe sot? Po, kisha me thonë me njëherë mas fakultetit, në vitin e 3, fillon edhe këshyr me një industri të punës diku dhe e di që internshipin e parë që më ka ofru, që ato e kom konsideru edhe kom fillu kom punu, edhe po, ka një zero e vërtet, ashtu se në fakultet e mi kanë kësha shumë të fokusu. A mi përfundu lanë projekt me kry fakultetin dhe më kyç sa ma shpejt në industri, pjesën e praktikës so që kemi pas edhe shumë në fakultet, kisha më thonë përveç projekteve që kemi pas, kështu që kalimi direkt prej fakultetit me një ambient pune, me një internship, që ajo nështë të kona e zero e parë, dhe për aty ma nuk jam dalë. Nuk jam dalë. Profesion, aspektin profesion. Mirë. Duke pasur parasysh sidomos të sfidat e fillimit në karrierën profesionale, a ke menduar ndër të dorëzohesh? Fillimi u konë shumë i vështirë, se kur e kom fillu internshipin, unë i kom pas edhe 2 provime diçka, edhe e di që për mu konë gjithë shka tani puna. Edhe kjo pjesa e fakultetit fillova, ato 2 provimet e fundit as nuk kom provu, nështë ta një 6 muaj as me hy, se thesha të fokusohen ashtu në punë, se që kjo është e ardhmja, për që ato e kom kry fakultetin. Edhe nuk u konë e letë, edhe banimi vetë, se prej Suarin Prishtinë jam konë në fakultet, edhe në internshipin, di që të banu vetë, puna, fakulteti, koqa një ngarkesë e modë, nështë qaj u konë një farë momenti që ke mujt me dyshu, ose ka pas asaj momenti që me ndërprej punë, të përfundoj fakultetin, po besoj që ma mirë është që këmë vazhdu të dyja fakultetin e këmë përfundu së konë diçka. Mirë shumë. Ti kthehemi pak edhe femeris, të qenërit një nxënës i shkëlqyshëm, edhe një nxënës i mirë shëmbullor, ka qenë bekim apo borë? Si e ke po ti po më intereson pak atë ndjesinë e një nxënësit mirë, që ka prit shumë edhe familja nga te edhe rrethi? Varet prej momente. Ki momente që e shet që është bekim, po ki momente që edhe është borë. Sidomos na për sfida, përgjithësia, që ajo bara që jetëni, që pritët për teje shumë, që ato momente e vrej që dush me jep të maksimumin, nuk dush më ndalë që ato suksese që i ki pas, duke fillu për notave, për fillimin shkollën fillore, po sukseset tjera tani që vazhdojnë paka shumë, më me thonë, ma shumë barë. Barë. Cili ka qenë, ose kush ka qenë ai që të ka kritiku ma shumë, ose të ka sugjeru ma shumë, ka qenë rrethi, familja, po vetvetja? Që mojnë men, kisha me thonë, vetvetja gjithmonë. Edhe sot jam kritiku si ma e madhë vetvetës, edhe ashtu do të më thonë. Po si fëmi e shoh atë zonën e babit ma shumë, se edhe me sport,
Gjithmonë i kom pas ato këshillat, kritika, se ai vetë kanë sportist, edhe unë kom ndjek traditën e tina. Tani edhe këshillat kur ka ardhur puna me vendos sporti, fakulteti, gjithmonë e di që i kom pas ato kritikat e tina që më kanë ndihmuar shumë. Mirë shumë. Mos i veç e përmende edhe sportin edhe volejbollin, e di që ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e rëndësishme e karrierës tonde, edhe me do e mos ka ndiku, po besoj edhe shumë pozitivisht edhe në karrierë, cilat kanë qenë disa momente cilat i kishe veçu për pjesës së volejbollit. Fillimet po më interesojnë, mandej edhe pjesa e zhvillimit në karrierë. Sportin e mojnë men prej fëmijë. Se kom fillu në është moshën 8 vjeçare, veç me ushtru volejboll. Në qatë kohë prindi babi u kanë aktiv në volejboll. Edhe ka shumë momente të mira. Nështë mas shumë të që i mojnë men, ashtu janë ajo periudha e fillimit në grup mosha 3-a, grumbullime në kombëtare, kohën që kena kalu bashkë me bashkëlejtar. Kjo është pjesa ma fan që e mojnë men, ndërsa këtë pjesën ma profesionale kur kom fillu me lujt për ekipin A, kryesor, tani ato lojtë e rëndësishme, kampionatet se me ekipin e Suarikës edhe qatë periudhë jemi bërë kampion, kemi kupat ndryshme që kemi fizu. Kështu që ka shumë momente, në sport ki shumë momente. Mirë shumë, mirë shumë. Cili ka qenë momentin nashta që je zhgëny pak për sportit, ose je dëshpëru, a kishe mujtë më na shkoqit në i momente cili të kamet në kujtese, po thu që ka plot momentet mira dhe të suksesme, po në një që të kamet aspektin e zhgënimit ose të ngjajshëm diçka. Zhgënime, spari çdo lëndim është zhgënjim. Gjatë periudhët kur je aktiv si sport se të ndalë, dhe nuk hiq shabë. Ndërsa si zhgënjim ma i madh, ashtu se këto zhgënjimet janë edhe pjesë e procesit shumë, ose çdo sportist, dikush ka fat ma shumë, dikush jo. Po ndërsa zhgënjimi ma i madh ka ajo që si fëmijë ke lujtë nuk e ke menu që për sportit kam të bërë profesion, ki mu majtë për tina. Kur ki fillu me mendu që, tash është momenti që me vendosë sportin, një profesion tjetër, ajo moment në kam për mu zhgënjim, kërë kom përdu që për sportit, për volejbollit nuk mund është me përfitu shumë, ose me pas një jetë të mirë, për shkak se në qatë periudhë di që nështë me pagat, jo veç në volejboll, po në sportet tjera, përveç vetës nuk e mujtë me majtë dikon tjetër, ose kështë që aty u ka naj momenti që. Si e kishe përshkru këtë fazën kur veç ke vendos me ndërprej sportin? Një farloj dështimi apo detyrimi mes zgjedhjes për me lonë edhe me vazhdu karrierën profesionale? Unë e kisha ndodhë 2 periudha kur e kom nalë sportin. Periudha parë ka në klasë 11, ose në 12, gjimnaz, veç që kur fillova me menu për fakultet, atëherët isha e momenti me vendosë cëllën me vendosë prioritet të parë. Edhe aty kom vendosë që fakultetit më kanë, vendosa me shku në FIEK, Fakultetin Inxhinierisë Elektrike Kompjuterike në Prishtinë, edhe sportin e lash në rend 2. E kom pas një pauzë të shkurt prej 2 vjetë, po e kom fillu prapë. Ndërsa pjesa 2 kur e kom lanë me të vërtet, ashtu sportin më kanë 2022, se dhe në 2022 jam kanë lojtar aktiv, paralel edhe më kanë edhe në profesionin që ushtroj tash, po dhe volejbollist. Po në 2022 veç që e kom ndërprej komplet, arsyeja o kanë që angazhimi i tepërt në fusha tjera dhe sporti ishte prioritet, si me thonë, në shta ma poshtë edhe s'desh me eliminu sportin, që me mujtë me vazhdoj. Mirë shumë. Po kalojmë pak të faza tjetër, të pjesa e studimeve, që ka qenë po besoj një ndër periudhat ma të rëndësishme tjetës. Po më intereson pak si ke zgjedh me studiu në FIEK. Kur e ke kuptu që je për profilin cilin do me marë, se është një tematik që zgjon shumë kërshëri dhe plot të rijek për e kanë problem këtë orientimin, kështu që kush ka qenë për ty ajo pjesa cilat ta ka mushmenën që vërtet jamone për inxhinieri kompjuterike? Po, si nxënës ashtu si në fillore në shkollë të mesme, lanë të cilat i kom pas ma për qefi, janë konë qëto lanë ma teknike, matematika, fizika, shkencat eksakte. Si nxënës të kërrej,
i shkëlqyshëm këtë lëndë i kom pas mirë, ashtu, edhe në gjimnaz jam kon mirë, edhe në lëndë tjera, edhe biologji, kimi, ka pas asnjë momente që kom menu është edhe për mjeksi, po, kur e mendoj isha matematikën, pjesën e logjikës i kom pas ma me qef dhe i bëjsha ma lehtë. Tani kom fillu me menu që ku muj me bëhu ma shumë, domethënë që aftësi që kam për muj me shfrytzu ma shumë, u kanë pjesa e kompjuterikës, edhe në qatë kohë profesioni programerit pra po qa shumë edhe në Kosovë, fillu njerëz me punu për jashtë, outsource, kish ke mundësi të maja, kështu që pse jo në fjek në universitet shumë i mirë që... A mendon që e ke bon zgjedhjen më të mirë të duhur? Po më intereson tash këndë vështrimit. Menoj që po. Okej. Apo na tregon pak si ka qenë fillimi i studimeve edhe në aspektin emocional, edhe në aspektin financiar, vështërsitë, fillimi me provime, me ligjërata, domethënë pak me trajtu këtë problematikën tim. Fillimi normal nuk është i lehtë, për shkak se gjithçka ndryshe. Domethënë komplet dita jote është ndryshe. Mas pari më zhvendos diku tjetër, kime jetu me shok, me cimera, kom bo tamam jetë cimerit ashtu. Fati jam i mirë kanë që jemi kanë bashkë me shok, që jemi kanë njëtën shkollë, njëtën klasë, di që kemi pas momente shumë mira. Edhe nashta e kena bo ma të letë njëri tjetër që largimin për shtëpis me një ambient të ri. Kënena fakulteti u kanë shumë sfidus, fakultet teknik, e di me në atë kohë thajshëm që mjekësia edhe tekniku këto dy është një thonje që o të lenë gjys, o e lenë gjys, po pak si brajgora, ashtu. Po që e pjesa fillimi u kanë shumë sfiduse, ka pas, e di që ka pas momentin ashta dejnë 8 orë kemi nejtë të mësu në bibliotekë, se banesë nuk është fëzoj shumë për me mësu, shkoj shumë na për biblioteka, në banesë më blesë shumë ma shumë, si mera, shoqënia, diskutime të ndryshme. Kështu që aspektin financiar normal nuk janë kanë ashtu kushtet që me thonë, diçka po prindët e me kanë bërë pa mundën që na me vazhdu studimet normal, si për mua dhe si për vllahun e motrat e mia, kështu që Nina falendros dhe tash është që u koni sakrifice mëdha në atë kohë. Mirë shumë. Cilën lëndë ose projekte keshe shkoqit pak me të cilën ke pos semestrin e parë dhe vitin e parë pak ma shumë vështërsi edhe të cilat ka met në bamendje deri ke kalu? Kur qka në fakultet, në fillimet e këshyrë me mësu edhe pak me kuptu edhe për tjerëve që janë konë para teje, edhe e kryon atë terrenin para se mu ballafaqu me provime që e kupton se la lëndë mundet mu konë edhe di që konë ajo bazat e elektrës, bazat e elektroteknikës, e di që konë një provim shumë sfidus edhe ja pata premtu cimera që nëse e përfundoj e keni një darë për me, një fest, ashtu që i thëshëm. Edhe di që kur e pata e kam memoria, ashtu që kur kom përfundu se konë semestrin e parë, konë një shtys, një motiv shtesë, edhe për provime tjera. Do konsideru që ajo konë pak ma sfiduse. Që kjo asaj për këtë pjesës provime? Duke pos parasysh që vërtet është fakultet cili kërkon punë, angazhim edhe për kushtim, a ke pas taj moment që je zhgënjy edhe ke mendu me ndërprej universitetin? Që të ka duk diçka që nuk po mundesh me ja dalë ose që ke pas një vështërsi të jashtëzakonshme me cilën je ballafaqu? Në fillim e kom pas atë motivin që kom thonë qata që më delë për para, unë kam e shty. Në fund, vitit të parë kena pas një si vazhdimi baza, kanë qarqet elektrike, kena pas një profesor edhe e di që e kom pas qatë provim të fundit vitit të parë, për me fitu bursën, edhe kanë në shtator kom pas me hi, edhe e di që nuk kom arrit me jep, edhe shumë pak e petëm jep. Nuk e di që pa të ndovesh, është 4 persone janë kanë këtë lidhë që pa të përfundu që atëherët edhe kaj momenti që nuk e fitova bursën. Edhe për mu ishke një lloj dështimi, se në qatë moment, nëse kom pas qëllim e jep një provim, e kom jep, ose diçka, kom pas bursën e kisha qëllim për me marrë. Edhe ka një dështim që se marrë. Edhe e di që kom përjetu shumë ranë, edhe deri sa kom jep në fatin tjetër, e di që kom i janarit, që ato 3 muaj kom pas shumë shira. Okej. Kështu që mirë që nuk jam dërzu, mirë që
thjesht si jam nal, ndoshta se kom menu me ndërprej, po kon sfiduese. Fiks. Mirë shumë. Duke pas parasysh edhe lëndët, edhe projektet e shumta të cilat i ke realizu gjatë studimeve, cilat kanë qenë ato që fiku nuk t'i ka mësu, me cilat i ballafaquti në jetën reale, edhe në kohën kur veç ke fillu më marrë me këtë industri. Kisha pjesën e disiplinës që tu i mëson atë, si ballafaquosh me provime të ndryshme, projekte të ndryshme, analizën që me bon që shmarrë dhe të produkti e krejt. Po këtë pjesën e soft skills, kisha me thonë, a shumë bashkëpunimit, komunikimit, me kolegë, po ashtu me klientin, me investitorët, këtë që tu i mëson me kohën, nuk besoj që nuk ka fakultet që mundet më t'i mësu, edhe pjesa e menaxhimit, se jo çdo kompani ka sfidat e njëjta, kisha me thonë, çdo kompani është unike në sfidat që i kanë, ato të përditshme, pjesës menaxhimit, kështu që ato i mëson me përvojë, që s'mundet më t'i mësu. S'mundet më t'i mësu asnjë fakultet. Mirë shumë, po kalojmë pak te puna edhe te angazhimi yt, po më intereson cilin e sheti si suksesin më të madh profesional, me cilin mburresh para një partneri, ose para një shoku, ose para një kolegu. Si arritje profesionale. Kisha me cek punën të cilën e bëj tani, kompani që punoj. Me njerë mas internshipit pare, më kanë ofru një 2 shokë të mi që kanë pas kolegë në fakultet. Edhe ata veç kishin fillu me bashkëpunu me një projekt jashtë Kosovës, në Zvicër. Edhe ata kishin fillu që një 2 muaj me punu atë, dhe kanë pas nevojë për një front-end developer. Unë kisha më shumë këtë pjesën e dizajnit dhe edhe dishin që për projekte që kena punu në fakultet, mu i një mu, edhe di që kom fillu me punu me ta. Jemi konë 3 persona, ata 2 shokët e mi kanë vendos mas 6 muaj jemi vazhdu studimet jashtë Kosovës, në Gjermani, edhe unë mbeta këtu edhe nuk e disha. Unë pe fillimit dhe më pas që nuk du me dalë jashtë, du me nejtë qëtë, me kontribuj në qëtë Kosovë, qëtë jam rejtësallë me sport, edhe shëshnin e kom pas, edhe ka sporti, fakulteti, cimerat, këtë lidhet i kom pas qëtë në Kosovë, më do ke humbje e madhe milion krejtë të sena me dalë jashtë, edhe kom bo mirë që kom vazhdu qatë projekt. Sot janë mas 10 vite po folim për 2016, jemi 25 developera, edhe drejtor menaxhuesi i asaj kompanie, po dhe vetë hala programoj. Kështu që menoj që është ky suksesi më i madh që mi fillu 2 persona çto, për një projekti shumë të vogël, sot është një projekt gjigant, kisha me thonë ashtu, i shtrim këtë Evropën dhe jam krenar që një ekip prej Kosovës kontribon qatë produkt. Mirë shumë. Tregove që keni fillu me një numër shumë të vogël edhe keni fillu pas hapi të rrit, po më intereson cili ka qenë aja qelsi ose pika kyçe me cilën juve që e keni bën dallimin, edhe folna pak për produktin të cilën e zhvilloni, edhe pak për klientelën edhe për pjesën se qysh e menaxhoni edhe atë pjesë. Okej, sa i për këtë pjesës zhvillimit edhe rritjes ekipës, mas përre kisha me thonë të në Kosovë, qelsi suksesit të konë që kjo rritja organike. Në fillim e di që kemi kërku edhe punëtor që kanë eksperiencë, nuk u kanë shumë e letë se ka pas mangësi, ka pas shumë kompani të hapënë, ka pas numëri eksperta u kanë i vogël, edhe se cilësh ke i angazhum diku. Edhe nuk ishin ashtu, që me thonë, fondet e mëdha që me mujtë ti me marrë një punëtor të gatshëm për një kompanije tjetër, se s'mund edhe me jap kushtet. Dhe kështu që kemi përdorur një strategji tjetër, kemi kryer një lloj internshipi. Çdo vit i kemi marrë 3 deri 5 interna, kemi mundu me zgjedh studentat më të mirë, se edhe na vetë që kemi filluar me kanë pe fjekut, studenta edhe kështu që preja 2018-ës edhe sot e kemi bëm një tradicionale, kisha me thonë këtë internship, edhe sot krejt nështë 90% që aty në interna praktikantat që kanë fillu të na, sot punojnë. Të na punojnë bashkë edhe kanë pozita dhe kyqe. Kemi lider
lidera që kanë ardhur prej internshipit. Kështu që kisha me thonë tash, që kjo kanë qelë si suksesit, se nuk e kena menu në fillim. Në fillim kena menu që është dopsi, se s'po muj me marrë punëtor të gatshëm, po marrëm interna. Po, që kjo kanë suksesin. Ndërsa pjesa e produktit... Po, para se me dollë të produktin, falë, nëse një njeri sot dënë me qenë pjesë e kompanisë juj, cilat këshin me qenë hopat për me orë me apliku, cilat duhet mi pas një orit, ose kompetencat për me qenë pjesë e stafit juj? Na gjithmonë një muaj për para e di që verës e kemi, se e dim që gjatë qasaj periudave që studentat i përfundojnë provimet qeshore, e di që gjatë verës e hapëm internshipin për aplikim. Aplikimi është për gjithë, ndërsa na çka vlerësojmë është s'pari këshymë edhe që ato projektet cilat i ka zhvillu fakultet, ose kanë aktiv, ose proaktiv qëtë pjesë, apo veç ka prit deri në momentin e fundit që me gjetë internship me fillu. I bojmë do intervista, normal pjesën e soft skills, karakterit, motivit, normal edhe kemi një test në pjesën teknike, po janë ato se janë bazike. Kështu që nëse vjen me një bazë të mirë, atëherë të gjosat që me marrë qatë internship edhe me vazhdu mori. Mirë shumë. Po me intereson pak edhe pjesa produktit cilin e zhvilloni, edhe menaxhoni, qysh ka qenë fillimet e para, cilat kanë qenë klientë e parë cilët keni pas, edhe qysh e keni shtri në për vendet ndryshme evropiane? Ideja e këtij produkti jonë është një software që bën digitalizimin e shkollave sot në Evropë. Ma shumë është e fokusuar në shtetet gjermanofol, si kisha më thonë Zvicër, Gjermani, Austri, se dhe peq aty ka fillu, po qëllimet janë që mu shpërndohen në kretë Evropën. Fillimet janë konë, në kompaninë tonë kemi pas projektet ndryshme, kemi bën pej website-a thjesht, aplikacionet thjesht, apo njëni pej projekteve u kanë edhe që web aplikacioni, që i ka digitalizu, automatizu dhe proceset mëra një shkollës. Dërsa sot pronari i kompanisë që jam falenderus bashkëpunëtor më të mirë është nuk kisha mujt me gjetë, pronarët kisha më thonë, se është një shqiptarë dhe një Zvicran, të cilët baza e kompanisë tonë është në Zvicër, ndërsa kompania jonë këtu në Kosovë bojmë, si më thonë, outsource shërbimet e programimit, po funksionojmë si një kompani me ta. So që kemi edhe projekte të tjera, po kemi një produkt që zhvillojmë bashkë. Edhe ekipet ku punojmë, jem kombinim me ata bashkëpunëtorë që i kemi në Zvicër. Ajo kanë profesor me një shkollë të mesme, e ka nisë një projekt vetin vogël që mi automatizu do procese mërna shkollës vetë, edhe qatë projekt e ka pru edhe të na, këtu, na si studenta, kena përmëroj si fillime tona në punë, kemi punu qatë projekt, ka nisë mu funksionalizu qatë projekt në qatë shkollë, ka nisë mu përhak në për shkolla tjera në rrethin, edhe qështu e kemi po që, okej, është diçka shumë interesant dhe nuk ka pas shumë qatë kohë, edhe qa kemi vendosë, disi kompani që kemi eliminu krejt projekte tjera të vogla, edhe kemi po potencialin mrena qëti produktit, edhe jemi fokusu në qëtë produkt, edhe sot është e shpërndon, është zgjidhje çdo kanton është në Zvicër, ka si zgjidhje që sot vlerin tonë. Jemi pjesë e një zduj grup, ata e kanë edhe softverat e ngjajshëm për digitalizimin e shkollave në Gjermani dhe në shtetet tjera. Mirë, po më intereson të kjo pjesë pak shkollat cilët e kanë zgjedhë produktin, cilat kanë qenë feedbacku i tyne, sa jo kanë ndihmuar realisht në organizimin e procesit mësimor dhe proceseve tjera cilat ndodhin në shkollë? E di që shkollat në vazhdim që kanë ardhur janë interesu vetë. Për shkak se shkolla, drejtorat e shkolla kanë takimet përbashkëta, njihen mes vete, dhe di që ashtu një shkolla ka pas si zgjidhje softverin tonë, ju ka pëlqy, e ka letu punën në shumë procese, me gjithë që ka shku e ka komuniku të shkolla tjetër, ata janë interesu, kështu që kjo është marketingu më i mirë që mundet me ta bëj dikush, do në klienti jo, të pru klientin tjetër, është sa më i mirë.
Kështu që kjo kanë fillimet. Tani e di që hapen atje tendere për zgjidhje për shkak një kanton, e di që kantoni i parë kanë Sangall, kur kanë hap tenderin për me marrë një software për me digitalizu komplet shkollat e kantonit. Edhe në moment që e kemi fitu që atë tender u kanë një shtys shumë e madhe për neve, e di që i kemi siguruar financat për 5 vjet, kemi pas punë për 5 vjet, se u kanë realizimi me një periudhë mrena 5 vjeçare edhe. Mirë, po më intereson, a ka gjetë ky produkt implementim në ndonjë shkollë në Kosovë? A keni ndonjë shkollë cilën e keni dërgu produktin edhe me cilën është të funksionu, apo ende nuk e din, nashta sa duhet? Momentalisht jo. Jo. Nuk kemi. Kemi pas tentativa bashkëpunimi në 2023. Po. Kemi tentu me bisedu me, kemi menu që është Ministria e Arsimit të dukura, me pas kontakt, po nuk kemi arrit me realizu qatë kontakt edhe interesi i kompanisë nuk u kanë që me fillu mu fokusu në Kosovë, që me mujtë mi gjetë ato klientat e parë, për shkak se me që u kanë zgjidhje në Evropë, kemi menu që do të më kanë diçka bashkëpunuese e dyanshme dhe jo kërkuese prej anës tonë. Kështu që po nështë me një tarë me tafërt kurdo që e shohme që mundemi me kontribu, ka të interesu me bashkëpunu, pse jo. Po mendon që kishte me qenë e ullës me bo një fushat pak ma sensibilizuese në për institucionet publike dhe me tregu cilë është produkti, cilat janë benefitet, se do shta ka plot shkolla që nuk e din fare që është produkti dhe nuk e din cilat kanë me qenë ato benefitet që do t'i ke nëse fillojnë edhe me implementu në shkollat të tyne. Që ajo kështë sugjeru po më interesën t'i këtë kësaj pale. Sa i përket fushatësën, e di që produkti bazën e ka në Zvicër, për aty të ka fillu, Gjermani, po ekipa që e zhvillon qëtë produkt është në Kosovë, kështu që na e kemi qëtë connection. Po. Edhe mundemi shumë letë me adaptu që qatë software me ba të implementueshëm edhe për shkollat e Kosovës. Edhe pse e dim që nuk kushtet që janë shkollat tona në Zvicrës nështë janë të njëjta. Po produkti është i strukturuar në module, kështu që nëse një modul nuk përshtatet për Kosovën, për shkollat e Kosovës, atëherë ato se adaptohet çaj modul ose eliminohet. Thash, kemi tentu me bashkëpunu, ma shumë nuk e di çka mundi me bashkë, me thonë drejtën. Veç që nëse shohmi edhe na që ka thirrje publike, diçka, ose diskutime publike në këtë aspektin e digitalizimit të shkolla në Kosovë, na me gjithë qef ekipa jonë, na me marrë pjesë në ato diskutime. Mirë shumë. Mirë, te aspekti kompanisë ti e tha që mënyrën që jeni zhvillu dhe që keni mërin mënyrë kronologjike me mërin deri në pikën ku jeni sot, pa ka pas në një moment kur ti je ndjerë keq ose ke dosh mu dërzu në kompaninë të cilën ke qenë pothuajse për fillimet pjesës saj, edhe e ke pa tu rrit hapa sope. Ka pas ai moment vështërsie kur ke menu që me të rek ose me ndru me një kompani tjetër ose? Në këto momentet e vështirësisë kisha me thonë janë ma shumë në fillim, kur edhe mendon ti që ai është vendi i duhur, që është produkti i duhur, që dësh me vazhdu edhe me jep atë maksimumin tanë. Po ka një moment, jemi konë është 5 antarë me në ekipit, e di që mu ka jep një mundësi tjetër, një produkt tjetër, e di që i kom bisedu edhe me bashkëpunëtorë që i kam këtu në ekip, që po du me përvu, dhe që ato e mira o konë që nuk e kom shkëput me njëherë lidhe me produktin aktual, kom provu me bashkëpunu me dikon tjetër, edhe pse o konë produkti shumë mirë, po bashkëpunëtori ose personi me të cilën kom pas me bashkëpunu, nuk e kemi arrit atë, kemi pas atë kimin që kemi pas njëjtë me bashkëpunëtor që i kisha në produktin aktual, apo që ato pa ta vendos që, okej, unë dëna me vazhdu qëtë ku jam, edhe me që përpara, që ide.
u ka një lloj momenti që jam dorëzu me një pjesë tjetër, po e mira u konë që jam fokusu që aty ku menu që është mas mirë edhe besoj që u konë vendimi duhur. Moment i vogël. Kanë bo më një mirë me një farë formë. Kjo është edhe jemi kuptu shumë letë, është shumë e rëndësishme me konë bashkëpunë. Sidomos në qoftë se ki një produkt që ki një bashkëpunëtor, është shumë e rëndësishme personaliteti, karakteri i atij personi. Për ty, çka ban sot një vend punës të mirë? Është me rëndësi vetëm aspekti financiar apo dhe aspektet tjera? Normal, nuk me eliminua me qita ashtu në rand fundit në ashtu aspektin financiar. Patjetër. Është shumë i rëndësishëm. Po, janë do aspektet tjera, ekipa, që ajo energjia mrena ekipës, që të bojnë me nejtë edhe me kontribu në qatë produkt, me qatë ekip. Në qoftë se nuk është që ajo energjie e mirë, që ajo mirë kuptim, që ajo kulturë punës, atëherë ti nuk mund është me jep maksimumin tanë, edhe ki mu dorëzu se ki me kërku me qetë diku tjetër. Që kjo është shumë rëndësishme, që kjo energjia mërë në ekipës. Mirë shumë. Mirë, Artan, po du pak mu këthy edhe mu ndolë pak të një pjesë cilën ta kom vlerësu shumë, ti në fillim e të regove që gjitha gjohë ke fillu prej Suarekës edhe ka qenë me një farforme nga zero që ke fillu edhe aspektin e studimeve dhe projekti i fundit me cilin ke fillu është edhe hapja e shkollës digjitale në Suarek. Po më intereson pse ke vendosur bashkë Suarek me hap, edhe a ka funksionu në mënyrën më të mirë të mundshme fillimi i punës së shkollës digjitale në Suarek? Po, sa i përket shkollës digjitale, është një projekt që në momentalisht e ndina krenar me to, dhe në 2024, në shtator në 2024 kemi po hapjen e shkollës digjitale në Suarek, po qatë vetë kanë filluar bisedimet për me hapë shkollën digjitale në Suarek. Unë kom pas një koleg në punë, momentalisht ku punoj, i cili ka punu për shkollën digjitale dhe në bisedim e sipër më tregoj që ka mundësinë e franshizës. Për shkak se unë shesha shkolla digjitale ka pas pika në çdo qytet të Kosovës, po menoj në qytetet e mëdha, rajonale, po kanë edhe në Tiranë, ka pas Maqedoni, Gjermani, Sloveni dhe nuk e disha se çish funksionon. Ma tregoj mundësinë edhe në direkt që e kuptova, thash pse jo në Suarek. Suarek, unë qëto jam rrit, qëto haloj, i kam shoqni, unë prindat i kam këtu në çdo vikend vinë Suarek, edhe dojsha që me pasë diçka tjetër që më lidhë. Ma herët e kom pas sportin që më ka lidhë, momentalisht ishte vetëm ajo familja që marrë me vizitu në vikend, edhe të po që Suareka i përqafon mirë këto idetë inovative të reja, na shumë edhe në sport suksesin, edhe pse një qytet i vogël ka sukseset maja në sport edhe në çdo fushë tjera. Kemi kompani në industri të ndryshme të cilat janë ndoshta prej më të mëdha, jo vetëm në Kosovë, po ndoshta edhe në rajon. Edhe po pse jo me pru shkollën digjitale unë e kom pa që është të funksionu. Nuk ishte vetëm një kurs, ishte institucion veti. Pse sa e funksionoj ke, në mënyrë shumë suksesshme në çdo pikë Kosovë, edhe ka pas atë eksperiencën se vetë 2024 në kur kom hap, ata 8 vjetë kam pas eksperiencë. Unë nuk fillojsha prej fillimit, po e merrsha këtë qatë punën që kam bërë, një vazhdimësi e tyne, edhe kom pas investim të mirë që muj me bë këtu, një mundësi të mirë për tritë Suarekës, pe fëmijëve se kjo është deri në moshën 18 vjetë, pe moshën 7-8 vjetë. Fillimet e para po më intereson çush kanë qenë, a kanë përqafu komuniteti mirë, ka pas interesim, çush ke mendu? Interesimi u kanë shumë i madh, edhe me thonë drejtën jashtë pritshmërive, u kanë befasues. Ndoshta edhe pse e kemi pas afër edhe në Prizren, edhe kemi pas në zonë që veç janë kanë të ndjek kursin edhe në Prizren, edhe veç janë kanë të njoftun me këtë koncept.
edhe e di në krahasim me franshiza tjera, kur janë hapë në pika tjera në qytetet më të mëdha, ndoshta nuk e kanë pas numrin e të interesuar të njëjtë sa tonë ose kështu po çatë u ka një farë vullneti ekstra, se dhe në ato momente të e bën investime, se kemi gjetë në lokacionin shumë të mirë, mënu me kryer një hapësirë të mjaftueshme, kompjutera, gjithçka që më ka në nivel, se çashtu e kërkon edhe franshiza, kështu kur të bën çatë investim, ki qef me pa për interesim. Çka mendon ti që e dallon shkollën digjitale prej shkollave tjera të ngjashme? Cila është ajo që tri do të me zgjedh shkollën digjitale për më aftësu? Kisha me thonë që që thash nuk është një kurs i thjesht që ka një material, një kurikull që merr edhe ka ashtu fizike që nuk është adaptueshme edhe e përdor. Shkolla digjitale ka një ekip shumë të madh pas vetit që edhe e zhvillon platformën, kanë edhe developera. Domthon platforma në cilën realizohet mësim dhënia dhe mësim dhënia është e jone. Është kombinim i shumë platformave globale që përdoren për mësim të programimit, kodimit, kisha me thonë, edhe jemi të adaptueshëm vazhdimisht, edhe kurikula adaptohet vazhdimisht, tash kemi për shembull inteligjencën artificiale, kemi kriju një platformë në vete, kemi kombinu këtë pjesën e lojës edhe mësimit, si të e pa që fokusin zonësa se nëherë përshkon të hup ashtu, për shkak nashta teknologjisë, vetë teknologjisë, kështu që jemi munu që me bo me një vend edhe pjesën e lojës, po edhe të mësimit. Do në qaj e platformë, shkurtimisht nështë veç e kisha tregu, është ndonë në 4 grupe, houses na i thojmë, këtë nxënësat e shkollës digjitale që janë aktiv këtë botën, që janë mbi 10.000 nxënësa, marrin pjesë në çato lojë dhe fitojnë XP. Çato points që i fitojnë janë përmes quizëve, pyetjeve, zgjidhjeve detyra, debugging te pjesa e programimit, edhe çashtu domthon edhe luajnë edhe mësojnë. Këto janë pjesa e detyra vështrimeve që i bojnë shpejt. E kem introduce ashtu në na të quajmë edutainment. Edutainment. Edhe edukim, po edhe më entertain. Po më intereson pjesa e misionit shkollës digjitale. A është më prioritet të rritë të përgatiten për studime, që vinë aty apo për trajt punës? Domethënë çuçi e keni po ju që të pjesë po më intereson, edhe cilës jepni pak më shumë rëndësi. Po të pas parasysh që kurikula është e përshtatshme për fëmijë prej moshës 8 deri në 18, që është ndalë në module. Në modulet e para, për fëmijët në nivelin bazik, aty mësojnë logjikën, duke kodu me bloqe, normal gjatë kodimit, na realizojmë edhe projekte në grupe, mësojmë me bashkëpunu. Kështu çka tentojmë te fëmijët është me kriju një bazë të mirë, me pas me zhvillu që të menduarit kritik, kreativitetin që peshomi që sot inteligjenca artificiale nuk mundet me zaventu çto, dhe na kemi nevojë për inteligjencën artificiale si nashta punë mekanike, manuale, pak më naj zaventu, edhe mu fokusu në maksimum pjesën e kreativitetit që kemi na si njerëz. Donë mi përgadit fëmijët që kur të mërin ose në studime ose në treg të punës, më kanë të barabartë me fëmijët e qytete ose shtete tjera që janë ma zhvillune, që veç e kanë fillu shumë herët trajnimet në fushën e teknologjisë. Ndërsa niveli profesional, për moshës 15 deri në 18 vjet, krijojnë projekte reale, kështu që nëse ndjekën çato trajnime ti edhe i gatshëm për punë. Për shkak se mëson çato gjuhë programuese, të cilat i përdor për me kriju projekte reale. Mirë. Sa i përket inteligjencës artificiale, po e dim edhe ndikimin e jashtëzakonshëm që e ka sot, po më intereson pikpamja jote, ma shumë po i ndihmon apo po e dëmton një tri? Kisha me bazë ashtu duhet me ndihmu, edhe duhet me ndjek. Nuk është sot pyetja a do me përdor inteligjencën artificiale ajo,
pyetja është çysh do me përdorë, se nuk kem zgjidhje tjetër. Edhe është e mirë, kisha më thonë për shoqërinë tonë. Po gjithmonë varet për mënyrës që e përdor. Nashta për nxënësa kisha më thonë mënyrën që shpe përdorin që me zgjidh detyra, të është e gabuar. Veç ashtu nuk duhet më përdor. Inteligjencën artificiale për shembull tani nxënës duhet më përdor në çat mënyrë që çat mësim që e ki po, që e ki bon në orë mësimore, nëse nuk e ki pjesën fizike shumë lehtë më me bë digjitale sot përmes edhe inteligjencës artificiale, edhe me një prompt na që quajmë mundesh çat lanë, çat subjekt që e ki mësu, me ta përmbledh me një formë më të kuptueshme për ty, me të kriju pyetje për çat një quiz për çat lanë, ose edhe pyetje që çka mundet më të ndihmuan projekte reale që ato që ke mësuar sot. Inteligjenca artificiale shumë lehtë ta jap çat përgjigje, kështu do më shfrytëzu se çish më mësu sa në më lehtë sot. Për pjesën e të nxënësat, se kjo ka ndikuar edhe në industritë tona, na ka ndrru metodën e punës, kisha më thonë, neve si programera, sot inteligjenca artificiale. Mirë shumë. Mirë, Artan, po më intereson pak një elaborim pak ma detalizum, se kur ti thush duke jam programer të punu, adin e ka një farë skepticizmi edhe, po më intereson cilat kanë qenë ato hapat kryesore sot që ja kështë thonë një trio të Suarekës, i cili donë më marrë me fushën e programimit, cilat pjesë më kushtu rëndësi ma shumë, edhe cilat kështë me qenë rruga për një sukses në fushën e programimit. Rruga, normal konceptet bazë të programimit nuk mundesh me ju ikë, duhesh me mësu, duhesh me kuptu atë. Se na sot për shumë që po thojmë inteligjenca artificiale, po pjesë avanson programerat ose punën e programerit, jo, neve na ka bën më atlet, na ka hap rrugë që na me mujt me bë produkte dhe më të mëdha edhe më shpejt. Nuk do të thonë që na me met në çat nivel ku jemi kanë, edhe veç me zavancu me pjesën e inteligjencës artificiale. Sot na do me shfrytëzu që me kriju produkte më të mëdha, ndoshta që sot nuk mund me paramendu që ka mujnë me kriju me që ata. Si, në sanë se dush me bazën prap dush me kuptu, edhe dush me kriju projekte. Dush me punu projekte. Praktika është qatë të mësa. Nëse është qado ideje që e ki, sot është shumë letë me realizu një demo të qasaj idejes tonë, qasaj faze që jetu programu, ballafaqosh me sfida, me errora, me qatë të mësa. Mos më dështu asne. Mos më dështu edhe më dështim. E shetë që nuk mund është për 3 muaj veç që me më rritë diçka, po këto janë hap pas hape dhe që shetë që ka rritë me një nivel që mund është me realizu produkte të mëdha. Mirë shumë. Për fund, po më intereson, çka i kështë thonë Artanit të që këthy 15 vite mrapa, kër ke qenë në shkollë të mesme, cilat mendon që kanë qenë një lloj udhërrefimi që ja kështë thonë ose një sugjerim për zhvillim të karrierës në aspektin profesional. Po, që i kisha thonë vetës, është që mos mu fokusu edhe shumë në qato lanë, me realizu se cilën lanë, me marrë qato notat e mira dhe qajo gjithçka. Jo, në atë kohë kom pa që kam prirë ose pedu ma shumë që të pjesën e lanëve eksakte, matematika, fizika, edhe kërë kom kuptu që përdu me shku në fakultetin e inxhinierisë elektrike kompjuterike, që kam u marrë në tarmën ashta me kompjuterik, është dashëm ashta pak ma herët me fillu me prejk pakës, me marrë me një projekt me realizu, me mësu që ato lanë, që ato gjuhë programuse, ma herët, me ndru që pak që atë mindset që jo gjithë shka mu fokusu veç të që ato lanë që ki në shkollë. Mirë shumë. Faleminderit shumë. Edhe një mesazh për fund, për të rinjtë që po na ndjekin. Sot bisedum për një histori e cila normal nuk është perfekte, por është e vërtet. Kjo le të shërben për gjithë si një udhërrëfim edhe një motivim për të rinjtë të cilën dojnë me njek rrugën edhe
të jenë nesër një profesionist i vërtet në fushën e programimit. Arthan, faleminderit shumë, ishe musafir i parë, na ke nderu, kështu që po besoj që edhe në të ardhmen do të shihemi me projekte të ngjashme. Artoni, pasi ka qenë djalë i qytetit tonë, e kemi diskutu bashkë që për nxënësit e shkollës 7 Marsi t'i ndoj 2 bursa për vajzën edhe djalin cilë të tregojnë shkallësi në quizin cilin do të realizojmë. Kështu që po kam qef edhe një 2 fjalë, mi thonë edhe për këtë pjesë, edhe me të falenderu shumë për kontributin që po jep edhe për trit në ngritjen e fushës dhe teknologjisë. Spori faleminderit edhe një herë për ftesën, ishte me të vërtet kënaqësi, ashtu një bisedë kisha me thonë e këndshme. Ndërsa sa i përket bursave, për neve nuk është diçka nështë e madhe, është ma pakta që mujna me bo, po për ata fëmijë që kanë me marrë të bursa, ndoshta në të ardhmen kanë ju shërby që mu bo profesionistat të kësaj fushës. Kështu që po, këto 2 bursa janë një vjeçare të plota më ardhë me majtë që të trajnimet në shkollën tonë. Kështu me gjithë knasi, me qefin më madhe, me nëzit po presmi po në tonë sa të realizu dhe kush për fiton e fatë. Faleminderit shumë njerë. Sot po përfundojmë podcastin e parë nga zero me musafirin Artonin. Gjithat mirat. Po fillojmë me quizin në lëndën e tikut. 2 nxënësit që do të marrin rezultatin më të mirë do të avijojnë një bursë një vjeçare në shkollën digjitale. Do më thonë nxënësi dhe nxënësja që marrin pikë mas shumëti në quiz. Kështu që sukseset gjithve. Vajza, urime, suksese, ndisne ondrën e ju për teknologji edhe për besoj që keni me pas shumë suksese. Faleminderit edhe juve.